Letra e dytë drejtuar Timoteut. Kapitulli i parë. Unë pali që përmes vullnetit të Perëndis jam apostull i Krishtit Jezu për të predikuar jetën e premtuar që është në Krishtin Jezu, po i shkruaj Timoteut, birit tim të dashur. Hiri, mëshira dhe paqja nga Perëndia Atë dhe nga Krishti Jezu, Zoti ynë, qofshin me ty. Falenderoj Perëndin që e adhuroj me ndërgjegje të pastër si të parët e mi, ndërsa të kujtoj ty pa pushim në lutjet e mia natë e ditë. Kur kujtoj lotët e tu, kam shumë dëshirë të shoh, që të mbushem me gëzim. Më kujtohet besimi yt i sinqert, që përpara teje e kishte Loida, gjyshja jote, dhe Eunika, nëna jote. Jam i bindur se këtë besim e ke edhe ti. Për këtë arsye po të kujtoj ta mbash gjallë dhuntin që Perëndia të dha përmes vënies së duarve të mia. Perëndia nuk na dha shpirtin e frikës, por të fuqisë, të dashurisë dhe të maturisë. Prandaj mos ki turp, as nga dëshmia e Zotit ton, as nga unë i burgosur i tij, por vuaj bashkë me mua për ungjillin, i mbështetur në fuqinë e Perëndisë. Perëndia na shpëtoi dhe na thiri me një thirrje të shenjtë, jo sipas veprave tona, por sipas qëllimit të tij dhe hirit që na u dha përmes Krishtit Jezu përpara fillimit të kohëve. Ky hir u bë i dukshëm tani përmes ardhjes së shpëtimtarit ton, Krishtit Jezu, i cili e shfuqizoi vdekjen dhe nxori në dritë jetën dhe pavdekësinë përmes ungjillit. Për këtë ungjill unë u caktova predikues, apostull dhe mësues. Për këtë arsye po vuaj gjithë këto gjëra, por nuk kam turp, sepse e di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se ai është i aftë ta ruaj thesarin që më ka besuar deri në atë ditë. Ndiqje shembullin e mësimit të drejtë që dëgjove prej meje, me besimin dhe me dashurinë që vijnë përmes Krishtit Jezu. Ruaje thesarin e mirë me ndihmën e Shpirtit të Shenjtë që banon në ne. Ti e di se të gjithë ata që janë në Azi më braktisën, ndërta edhe Figeli dhe Hermogjeni. Zoti tregoft mëshirë për shtëpinë e Onesiforit, sepse shpesh më ngushëlloi dhe nuk pati turp nga prangat e mia. Madje, kur erdhi në Romë, më kërkoi me ngulm dhe më gjeti. Dhënë të Zoti që ai të gjej mëshirë prej Zotit atë ditë. Ti e di shumë mirë se sa më shërbeu ai në Efes.